Rikthehemi në transmetim me një zhvillim të minutave të fundit pasi një tragjedi për masave të tmerrshme ndodhi në futbollin shqiptar. Ylli Ignatias Rafael Duamena humbi jetën në spital vetëm pak minuta pasi pësoi kolaps në fushë. Sulmuesi nga Gana rapa ndjenja në terrenin e lojës në minutën e 24 të duelit të titullit ndërmjet Ignatias dhe Partizanit. Sfida u ndërpret teksa futbollisti u transportua me urgjencë në spitalin e Rogozhinës, duke qenë se gjendja e 28 vjeçarit ishte mjaft e rënduar, ai po transportohej me urgjencë drejt Tiranës, megjithatë përkeqësimi bëri që ambulanca të ndalonte në spitalin e Kavajës, ku Duamena u nda nga jeta. Futbollisti ka pasur probleme me zemrën që prej vitit 2020 dhe vendosën edhe aparat. Edhe pse mjekët e këshilluan të tërhiqej nga karriera si futbollist, Duamena vazhdoi të luante duke pësuar 2 kolapse në fushë. 3 herë karriera e tij u vendos në dyshim, deri në transferimin te Ignatia në janar të këtij viti, ku ishte një prej lojtarëve më të spikatur.